Mirdita dhe mirë se erdhët tek ditari, do të jemi bashkë deri në orën 17, ku të kemi një sër temash. Industria e armatimeve është ajo që duhet të nisë punë së shpejti në vendin tonë, duke kthyer Shqipërinë në një ndër prodhuesit të paktën të armatimeve, çka do jepte edhe një dorë ushtrisë. Nuk do ndalemi vetëm aty, por fushata zgjedhore është në kulmin e saj, madje ka filluar countdownin në referuar takimeve përmbyllëse që si kryeministri ashtu edhe krerët e tjera të partive opozitare kanë dalë në terren për të mbyllur takimet me të gjitha qarqet. Nuk lem pa cekur pastaj edhe atë që ndodh në Kosovë sot në seancën e 10 të Kuvendit të Kosovës për konstituimin e saj, asgjë nuk shkoi pozitive sepse vetëvendosja nuk heq dorë nga Albulena Haxhiu e nga ana tjetër opozita duket që nuk është kaq e zëshëm me këtë zë që ndonse rezulton më e votuara ndër gjithë kandidatët për deputet në zgjedhjet e 9 shkurtit, prap nuk frymëzon për qenë kryetare e parlamentit. Por në gjeopolitik çdo gjë duket se ndryshon me çast dhe jo më me ditë apo javë muaj. E tillë është ajo që ndodhi gjatë kësaj jave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se vendi i tij është i gatshëm për një armëpushim me Rusinë, por se ai duhet të zgjasë minimalisht 30 ditë, duke qenë kështu në një linjë me propozimin e presidentit amerikan Donald Trump, i cili në fund të 100 ditëve duket se nuk e mbajti dot premtimin. Për Zelenskyn, armëpushimi i shpallur nga Putin nga 7 deri më 9 maj është thjesht një teatër. Kjo u vërtetua shumë shpejt ditën e sotme kur Rusia ndërmori një sulm masiv me dronë në qytetin e Arkovës, duke shenjëstruar një pallat shumë katërsh e duke plagosur 10 persona. Putin nuk ka munguar të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme në një rajon tjetër të Rusisë, duke kërkuar edhe ndihmën ajrore të aleatëve të tij. Çfarë po ndodh në Ukrainë? Ato të garantohet siguria fizike udhëheqësve perëndimor që do të marrin pjesë të festimet e 9 majit në Moskë në ditën e triumfit kundër nazizmit. E diskutojmë sa vijon teksa në studio më bashkohet ambasadori Roland Bimo. Faleminderit ambasador që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Ishte një kolanë ngjarjeve që duket se ndodhen dhe janë në vazhdim e sipër, por në mendje i mbetet të gjithëve vetëm një lajtmotiv. Lufta, deri kur duhet të jap shenja që është në rrugën e gabuar. U duk sikur marrëveshja për mineralet, kështu është quajtur nga shtypi, do të krijonte ato kushte për një përfundim të shpejtë të luftës, edhe në një këndvështrim që duke u lidhur më ngushtë Ukraina me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës do të kishin një influencë disi më të madhe ndaj Ukrainës për të imponuar atë plan paqeje që ka shpalosur, ndoshta jo direkt, po lënd kuptohet presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, që shkon që nga ajo që përmendi Pete Hegseth, sekretari i mbrojtjes në takimin e ministrave të mbrojtjes të vendeve të NATO-s në shkurt të këtij viti, gjatë vizitës së tij në Europë, që praktikisht njifte të gjitha ato kushte që ka vendosur presidenti i Rusisë Putin për pushimin e luftës në një komunikim që ka pasur në 14 qershor të vitit kaluar, që është jo NATO, kufizimi i ushtrisë dhe i armatimeve, neutraliteti, njohja e territoreve, 4 territoreve që ka nuk bërë plus Krimen, që paka shumë Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë lënë të kuptohet që do ishin dakord me këto kërkesa të Rusisë, çka do të hidhte të gjithë sistemin ndërkombëtar të mbas shoqërisë botërore në një kaos të plotë, sepse do të njihej për herë të parë, pavarësisht që pushtime ka pasur gjatë gjithë këtyre 8 viteve të mbas luftës, por asnjë prej tyre nuk është njohur në bazë të drejtës ndërkombëtare dhe ligjit ndërkombëtar. Kështu që ky hap i Shtetet Bashkuara të Amerikës vërtet që do të përbënte një, të themi, shkatërrim të rendit vjetër dhe krijimi i një rendi të ri. U duk pra sigur kjo marrëveshje për mineralet do të afronte paqen, por vëmre që menjëherë mbas firmosjes së marrëveshjes edhe veprimet në terren janë përshkallëzuar në kuptimin e shtimit të numrit të aksioneve ushtarake, por në mënyrë të veçantë retorika apo të themi lufta e fjalëve duket që është përshkallëzuar si nga ana e Rusisë ashtu edhe nga ana e Ukrainës. Ajo që më tërheq vëmendjen nga ana e Rusisë është një fakt që deri tani, pavarësisht aksioneve që kanë ndërmarrë rusët, nuk kanë përmendur sulme të targetuara, të qëllimshme ndaj oficerëve të NATO-s apo ndaj trupave të NATO-s apo ndaj qytetarëve që vijnë nga vendet NATO-s. Ndërkohë që për sulmin në Sumi, me fjalët e vet Lavrovit, thotë
Rusët u akuzuan se kishin bombarduar një objekt civil, rusët thanë aty po bëheshin mbledhje ushtarakësh, dhe në atë mbledhje ushtarakësh merrin pjesë dhe oficer të NATO-s. Pra, hera e parë që në mënyrë provokative bëhet fjalë nga rusët për targetim të njerëzve të NATO-s. Duket si një skenari dëgjuar në Palestinë kjo gjë. Për ta përshkallëzuar, për ta përshkallëzuar situatën. Ndërkohë, Zelenski ka disa ditë që thotë, edhe sot më duket kishte një kërcënim akoma dhe më të hapur për pasigurinë që shoqëron paradën në Sheshin e Kuq me datën 9 maj. Nëse do të realizohen kërcënimet e Zelenskit apo jo, është një kapitull tjetër. Nga eksperienca, në momentet të caktuara, rusët kanë komunikuar, vjetë më duhet kanë komunikuar me sekretarin e mbrojtjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës, Lloyd Austin, dhe ai ka garantuar që nuk do të kishte sulme në Sheshin e Kuq. Kam përshtypjen që edhe në këto ditë janë në komunikim të intensiv me Shtetet Bashkuara të Amerikës që të marrin ata përsipër të garantojnë mungesën e veprimeve ushtarake nga ana e Ukrainës. Dhe nga aq sa kuptojmë deri tani çfarë është bërë me dije në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës marrin përsipër që të mos ketë sulme, atëherë është e sigurt që nuk do të ketë, sepse sulmet e kësaj natyre Ukraina nuk është në gjendje që ti planifikojë dhe aq më pak ti ekzekutoj vetë, duhet patjetër ndihma e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në fund të ditës janë komunikime që bëhen me pajisje që komunikojnë me satelitët dhe teknikisht dihet që atë clearance, atë autorizimin për të komunikuar me satelitët kanë vetëm njerëz caktuar që kanë një sfond caktuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, jemi në këto ujëra ku na tërheq vëmendjen ashpërsimi i retorikës. Nga ana tjetër, natyrisht asnjë nuk mund të flasim me siguri në të tilla raste, por besoj që parada në Sheshin e Kuq nuk do të jetë në kërcënim për më tepër kur në të marrin pjesë presidenti i Republikës Popullore të Kinës, i Brazilit dhe udhëheqës të tjerë nga gjithë bota. Interesant për pjesëmarrjen në paradën në Sheshin e Kuq është pjesëmarrja e Vučić dhe nga Europa presidenti apo kryeministri më saktë i Slovakisë, Fico, të cilët janë kritikuar ashpër nga Bashkimi Evropian, bile Vučić në një intervistë të tij duke u hequr si viktim, siç është tipike në raste të tilla e personit në fjalë që gjithmonë gjithë bota e ka inatin vetëm me Serbinë edhe vepron vetëm kundër Serbisë, ndërkohë që atje janë edhe udhëheqësin pjesë tjera nga shtete të tjera, po për ata nuk flet asnjëri, vetëm për pjesëmarrjen e Serbisë. Pra, kemi një rol në këtë rast, një viktimizim ndërkohë që mesazhi politik nga Bashkimi Evropian për mirë apo për keq, unë nuk marr përsipër të gjykoj nëse kritika që i bëhet Vučićit në këtë rast nga Brukseli është apo jo e drejtë, por është një kusht që Bashkimi Evropian ka vendosur për të mos marrë pjesë, për t'i dhënë Moskës një mesazh mos aprovimi për veprimet që ka bërë deri tani në drejtim të Ukrainës. Dhe për sa kohë kjo është politika e grupimit ku ti dëshiron të bëhesh pjesë, atëherë ti tregon hapur që nuk je në të njëjtën linjë politike apo geopolitike me atë që ti kërkon të bëhesh pjesë. Pra, ambasador, duket si një ndarje finale mes rolit që do ketë Serbia në BE apo pozicionimit të saj jashtë? Nuk besoj se është finale. Bashkimi Evropian nuk bën pjesë në ato krijesa që shquhen për një vendosmëri të madhe kur vjen puna për sa i përket politikës jashtme, duke qenë se është në politika jashtme është ndër ato veprimtari që nuk bien poshtë ombrellës së ligjeve komunitare, po gjithë secili shtet është i lirë të vendosë vetë. Pra, e kanë ruetur shtetet anëtare në BE atë drejtën e sovranitetit për sa i përket vendimeve që merren me politikën e jashtme, por do duhet të ishte një mesazh shumë i qartë për Brukselin dhe për politikanët në Europë, kur vjen puna që të trajtojnë çështjet që kanë lidhje me Ballkanin Perëndimor, të dinë të shpërblejnë ato qëndrime që janë realisht genuine në interes të Europës dhe ato që nuk janë. Në këtë këndvështrim duket që
butësia, nuk përgjigjë term tjetër, indulgjenca, le të themi, e Bashkimit Evropian, ka dëmtuar shumë çështjet e Ballkanit Perëndimor, për sa i përket edhe pajtimit të shteteve në Ballkanin Perëndimor, siç është Bosnia me Serbinë apo Kosova me Serbinë, në një Europë pak më të parimore dhe të qëndrueshme në ato gjykimet e veta politike, do të kishte ndihmuar më shumë Ballkanin Perëndimor drejt pajtimit. E drejt, dua të shkojmë pak përtej Atlantikut, në Shtetet e Bashkuara, 100 ditë të Donald Trump. Ishin të suksesshme? Varet se nga për se bëjmë fjalë, nëse do flasim për situatën në lindjen e mesme, mund të konsiderohet sukses rezistenca që Donald Trump i ka bërë presioneve që duket se i vinë nga shumë drejtime për një luftë me Iranin, pra kanalizimi i diplomacisë amerikane në drejtim të bisedimeve me Iranin duket që është një sukses. Përpjekjet e tija për paqen në Ukrainë do duhet të konsideroheshin pozitive, ndonë se nuk kanë dhënë rezultat. Për sa i përket gjendjes në Gaza, besoj që duhet të jetë nga shumë drejtime vlerësimi negativ, sepse aty nuk ndalohen as vrasjet, as vështirësitë me cilat ndetet popullsia palestineze, që për shumë vete kanë marrë trajtën e genocidit, vazhdojnë të pa ndaluara, dhe ajo që është çështja ambitore në kuptimin negativ fjalës është puna e tarifave, që nuk kupton njeri në botë se çfarë po ndodh, sepse tarifat vendosen si për miq dhe për armiq, si për konkurrent edhe për aleat. Dhe në këtë këndvështrim, siç reflektuan edhe bursat me një humbje kolosale, 11 apo 12 trilion dollar, dhe të quajtura, dita 2 prill e quajtur si dita e shërimit të Amerikës, në një kaos total në ekonomi, vërtet që e ketë vështirë ta gjykosh si një sukses në politikën ekonomike. Ndërkohë, shpreha që të vjen më afër në mendje është i atribuohet kryetarit Mao Zedong, turbullo kthjello, duket sikur për të kthjelluar një situatë do duhet patjetër të razuar ujërat dhe pastaj shikojmë se çfarë do precipitojë. Edhe në këtë rast janë hedhur tarifa për nga 30, 40, 50, 60% dhe pastaj kemi një pezullim për 90 ditë. Pra, aty që kërkon ekonomia në thelb, që tjetë të parashikueshmëria dhe siguria, atë të kundërtën e kësaj po injekton presidenti Trump, pikërisht mungesë stabiliteti dhe mungesë sigurie. Pra, kur ti lë pezull për 90 ditë me potencialin që do të rivendosen, do të thotë si duhet të sillen njerëzit nga ana ekonomike. Duhet investojnë apo nuk duhet investojnë? Përveç akuzave për korrupsion që ka pasur lidhur me tarifat, ku shumë njerëz besojnë që vendosja e tarifave dhe pezullimi i tyre i ka dhënë mundësi një pjesë të atyre që kanë qenë afër qendrës së vendimarrjes që të investojnë apo të shesin aksionet e tyre në bursë, nga e cila kanë përfituar shuma të konsiderueshme. Dhe bile atë darkë që u pezulluan tarifat, shumë njerëz kanë dalë në televizion dhe mburreshin që kanë fituar 500 milion, 40 milion, 100 milion për shkak të pasigurisë së bursave. Kështu që vlerësimi i përgjithshëm do thosha që bota është shumë e pasigurt se sa para 20 janarit, por mbetet si thua të vlerësohet ajo që shumë analistë, sidomos nga Italia kam dëgjuar, që thonë zgjedhja Trump nuk është aksident dhe janë kushtet dhe rrethanat të cilat sollën në pushtet një person si Trump, dhe nuk është ai që po e bën këtë rrëmuj, le të themi, në sistemin ekonomik botëror. Vlen të përmendet të thosha që mbështetja e popullit amerikan për Trump është shumë më solide se sa rrëmuja që është shkaktuar në ekonomi. Pra, të gjithë presin që të ketë rritjet inflacionit, është ndier një rritje çmimesh këtu apo atje. Megjithatë, mbështetja për Trump vazhdon të jetë e palëkundur. Kjo është disi e çuditshme dhe i jep atij gjithmonë më shumë besim që të ndjeki kursin e tij. Të shikojmë se çdo të ndodhi në të ardhmen e afërt, edhe për luftën në Ukrainë, që edhe për situatën ekonomike. Por nëse mund t'i them 2 sekonda, luftës në Ukrainë kam përshtypjen që as pushimet nuk kanë për të funksionuar dhe as marrëveshja e paqes nuk ka për të funksionuar.
Ajo që do të ndodhi dhe duket që është strategjia e rusëve është të përparojnë centimetër mbas centimetri në arritjen e objektiveve të tyre në fushën e luftës dhe pastaj ajo që do të arrijnë ata në fushën e luftës do mundohen të japin pamjen e një armë pushimi apo një marrëveshje paqe. Pra gjithçka sipas jush bazohet vetëm tek veprimet e Vladimir Putin dhe jo reagimet e faktorëve të tjerë apo jo? Patjetër, ajo që thashun nënkupton këtë, po më shumë nënkupton vendosjen e paqes si rezultat i ballafaqimit të forcës. Pra kush është më i fortë, ai ka për të vendosur sikur se ndodh gjithmonë në luftë. Pra jemi në një luftë dhe eksakt, dhe ai që vendos termat e paqes është ai që ka fituar luftën. Në këtë këndvështrim europianët do të donin shumë të ishte ndryshe nga sa kuptohet nga gjithë edhe nga Londra dhe nga Berlini edhe nga Parisi kryesisht. Do donin një përballje shumë më të fortë me Moskën në kuptimin e përplasjes ushtarake, por në gjendjen që janë e kanë të pamundur dhe prandaj po marrin masa që në 4-5 vjet të ardhshëm të shtojnë buxhetet ushtarake në mënyrë të ndjeshme të jenë në gjendje të përballen me Rusinë në një ekuilibër të ndryshëm force nga ai që është tani. Dua të zhvendosemi pak bashkë në lindjen e mesme. Thirrja "Digjni gjithçka" si një thirrje patriotike, populiste e Hamasit ndaj palestinezëve, është një legjitimim i veprimeve të mëtejshme të Netanyahut, apo lëvizja fundore e një populli në iki? Gjendja është dramatike, tragjike në rripin e Gazës dhe nuk ka asnjë shenjë përveç se një pritshmërie që një situatë politike e brendshme në Izrael mund të sjellë ndryshime. Lobi i Izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdon të jetë aq me influencë dhe i fuqishëm sa që mendohet se zoti Trump i ka krahte lidhur pikërisht nga influenca e lobit që të ndërmarrë një veprim më të fortë. Ajo që po bën janë të themi të shpëtojë nga një përplasje ose të shmangi më saktë termi, jo të shpëtojë, të shmangi një përplasje ushtarake me Iranin, çka do të ishte vërtet me pasojë shumë të rënda për gjithë ekonominë botërore. Po ndërkohë po goditet në mënyrë të pandalshme dhe shumë të fuqishme gjithë baza e Iranit në Yemen për ta nxjerrë jashtë luftimit. Pra, zoti Trump duket sikur po mundohet që të kanalizojë atë influencë që ka lobi i Izraelit në Shtetet Bashkuara të Amerikës në drejtim të goditjeve që jepen Yemenit. Për sa i përket situatës së brendshme në Gaza, kam përshtypjen që nuk ka asnjë rrugësi tjetër përveç se një precipitim të një situate politike brenda Izraelit. Ka shenja, për shembull, dje par dje raportohet, njoftohet për një grindje të kryeministit Netanyahu me shefin e zbulimit të Izraelit, pasojë të cilës shefi i zbulimit ka dhënë dorëheqjen. Ka kontradikta midis grupimeve ndryshme për akuzat që i bën kryeministit për korrupsion, por duket që asnjë gjë nuk e shpëton popullin palestinez nga njerimi dhe fatkeqësia në cilin ka rënë. Kthehemi në lëm, kthehemi këtu ku jemi ne, në Ballkan. Patët një qasje mjaft interesante përpara se të hynim në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Ballkani perëndimor është një grupim force apo është një seri varësie? Jo, termi Ballkani perëndimor doli në qarkullim në fund viteve 1990-1999 samiti i Zagrebit, pastaj në samitin e Selanikut në vitin 2003, dhe nënkuptonte që ndarjen e një grupimi shtetesh nga Europa juglindore që ishte në atë kohë, përfshi Rumani, Bullgari, duke qenë se këto shtete ju bashkuan më herët Bashkimit Evropian, apo ishte plani për të bashkuar më herët, dhe mbeti një grupim i cili qëllimisht u quhet Bashkimi Ballkanit Perëndimor në kuptimin e përkatësisë perëndimore, në kuptimin e vlerave të demokracisë, drejtave të njerëzit, ekonomisë të rregullt. Por mbas 25 vjetësh, duket se ajo shkalla që do të ndihmonte për të hyrë në dhomën ku shtetet anëtare të Bashkimit Evropian takohen, ne kemi mbetur në gjysmë shkallë dhe nuk po bindem as lart as poshtë. Kështu që në këtë këndvështrim kur shikon se shumë politika që projektohen në Bruxelles në veçantë, po nganjëherë edhe në Washington, në drejtim Ballkanit Perëndimor, ka një komponente serbe shumë të fuqishme në të. Çka e bën
funksionimin e rajonit krejt papërshtatshëm. Domethënë, në momentin kur ne mblidhemi për të marrë një vendim si Ballkan Perëndimor dhe në vend që diskutojmë për problemin, diskutojmë çfarë flamuri duhet vëmë dhe çfarë emri duhet vëmë, se serbët nuk duan këtë dhe kosovarët nuk pranojnë atë. Dhe tash kanë shpikur një model me një footnote që në vend që të na bashkojë na ndan. Atëherë në këto kushte, kur ne politikisht nuk gjejmë dot një gjuhë të përbashkët si 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor, është një burokraci e tepërt që të vazhdojë të shikohemi në të njëjtën formë. Unë mendoj që ka ardhur koha për një diskutim profesional dhe politik në Shqipëri, se si do të jetë e ardhmja. Në rastin e vërtet, do të shkojmë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, siç parashikohet 3-4 vite. Atëherë është okay, po kam frikë që në këtë konjunkturë botërore, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sipas presidentit Trump, e gjykojnë Bashkimin Evropian si rrezik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që janë ata që e kanë krijuar. Pra nëse ata e konsiderojnë si rrezik, do të thotë që nuk e duan. Dhe po të shikojmë se me sa përbuzje flet edhe vetë Trumpi, po sidomos J.D. Vance, apo sidomos ai sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth për Europën dhe për europianët, të mbushat mendja që ky bashkim politik është tashmë i kërcënuar nga ana vetë edhe Europa, parashikon sipas disa ushtarakëve që të ndërtojë një NATO pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në një të ardhme të jetë në gjendje të bëjë luftë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, në gjithë të konfigurim, si do jetë ardhmja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si do jetë ardhmja e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor, këto nuk ka formula, por mirë është që ata që merren për ditë me këtë punë dhe që kanë pak më shumë horizont, do duhet të diskutojnë dhe të arrinë një konkluzion se si do jetë ardhmja e Shqipërisë e një vendi që nuk është e shquhet për një ekonomi kushtet i çfarë, ekonomi turizmi në fund të ditës, që nuk shquhet për në një fuqi ushtarake apo tregtare. E vetmja gjë që e mban Shqipërinë është një lloj kohezioni kombëtar, që ne vërtet e duam vendin tonë, duam njëri tjetrin dhe rreth kësaj mund të bashkohemi, edhe si dy shtete apo edhe si popullsi që jeton në këtë territor të caktuar në Ballkan. Për të bërë të mundur sa më shpejt që kur t'i referohemi Shqipërisë, t'i referohemi si Europë dhe jo si Ballkan. Kjo do ishte gjëja më e mirë që do duhet bënim neve që kanë bërë kroatët për 10 vjeçar të tërë, sa herë që kemi qenë në mbledhje ndërkombëtare, kroatët nuk pranojnë asnjëherë që të ishin pjesë e Ballkanit. Pse? Dikur e kemi trajtuar si një, të themi, tangërli gati religios në anë e tyre për mos përkatësinë e tyre në Ballkanit. Në fakt kanë pasur shumë të drejtë, sepse termi Ballkan në mendjet e shumë evropianëve është i asociuar me turbulenca, mungesë stabiliteti, burim kërcënimesh. Kështu që në këtë këndvështrim dhe neve, në qoftë se do antarësohemi në BE, është okay. Në momentin kur antarësimi jonë në BE është një si puna saj ëndrës, kur shikon ëndër që do të kapësh një gjë dhe se kap do të asnjëherë, edhe kjo bashkim antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jetë si puna e ëndrës që ti nuk e realizon asnjëherë. Mirë, shikojmë për alternativa tjetër, sepse asociimi, ti jesh Ballkanos nuk është turp. Përkundër, është një krenari e madhe, është një popull, është një territor i banuar nga njerëz krenar, sypatrëmbur, punëtor, liridashës, shumë karakteristika nga më të mirat. Politikisht është mirë që të jesh evropian, një kohë që duke qenë edhe Ballkanas, po të jesh edhe evropian. Mirë, me qenë se jemi tek Ballkani, a janë Ballkanas politikanët në Kosovë? Sot dështuan në seancën e 10. Ajo që mendoj gjithmonë për Kosovën është që ndoshta do duhet që votuesi kosovar të dali të gjejë një formë për t'i detyruar përfaqësuesit që ai ka zgjedhur që të veprojnë ashtu siç do ai, sepse deri tani që nga zgjedhjet në shkurt më duket, deri tani po shikojmë një klasë, një elitë politike e cila sillet sikur nuk ka lidhje fare me popullin e Kosovës dhe me vendin e Kosovës. Por janë aty për të mbledhur dhe për të zbritur ca shifra unë kam kaq hipotetike aq, mua më takon kaq. Dhe do thosha që në raport me njerëzit që i kanë zgjedhur është një mungesë e theksuar respekti dhe serioziteti për ata njerëz që i kanë zgjedhur atje për t'ju dhënë qeverisje dhe jo për të bërë hesape në aritmetik. Dhe besoj që të gjithë kanë lexuar aq material politik sa për të bërë bashk
germën dhe frymën e ligjit. Pra ka një germ, i ligjit thotë kështu ashtu, por ka dhe një frymë ligjit. Dhe në fund të ditës zgjedhjet janë një mandat që t'japi njerëzit për të qeverisur dhe për të qenë në gjendje që të bësh një kompromis. Po me sa duket, ajo që nuk na bën evropian, ndoshta shumë njerëz që po më dëgjojnë tash do më marrin si thua inat për këtë që po them, po fakti që nuk dim të bëjmë kompromis na bën shumë herë më pak evropian nga që pretendojmë ne që jemi, sepse kryefjala e Europës është të dish bësh kompromis, të dish të vësh veten në vendin e atij tjetrit çfarë do, pala jo kundërshtare, po pala të themi e përbashkët, se në fund të ditës bëhet fjalë për të njëjtin popull, për të njëjtin shtet, për të njëjtin parlament. Dhe nëse kanë të gjithë të njëjtën ndjenjë përgjegjësie, për atë parlament do duhej që të vinin këtë ndjenjë përgjegjësie përpara interesave të tyre, qofshin personale, qofshin edhe të grupit. Po siç thash, natyrisht edhe numrat janë shumë të rëndësishëm, por nuk janë gjithçka. Dhe Kosova më shumë se asnjëherë tjetër do duhet të kishte sot qeveri për të pasur zërin e vet përfaqësues në gjithë të debat të madh që po ndodh në Europë dhe edhe në botë. Është për të ardhur keq, po shpresoj vërtet që ndoshta zgjedhjet e parakohshme nuk do ishin zgjidhja, do ishte dështim për elitën politike kosovare, po ndoshta do ishte edhe një mësim i cili do duhet t'ju jepet për të parë se si do ecet pastaj më tej, mbasi të kenë marrë edhe këtë mësim. Ambasador Bimo, ishte kënaqësi që kisha në studio, si gjithmonë. Faleminderit juve për ftesën. U shqiptarizua politika në Kosovë apo nxori fytyrën e saj të vërtet? Këtë diskutojmë vetëm pas pak, ka publicitet, mos u largoni.
Dështon seanca e 10 në Kuvendin e Kosovës, përsëri është pa kryetare, rrjedhimisht Kosova pa qeveri. Shumë e kanë akuzuar Albin Kurtin se po bllokon vendin për hir të partisë apo interesave të pushtetit të tij. Detajet i mësojmë nga gazetari Rit Berisha që ndodhet në Prishtinë e na bashkohet në Skype. Rit, mirë se erdhët edhe një herë për të njëjtën çështje pas kaq kohësh. Përshëndetje, koleg, faleminderit për mundësinë. Nisim aty ku e lash ndoshta në bisedën e shkuar. Politika në Kosovë është shqiptarizuar apo nxori në pa fytyrën e saj të vërtetë? Ajo që shohim përfason një çuçarllak politik, është tepër zhgënjyese teksa shohim politikanët në vim të seancës së 10 duke u sjellur me mungesë përgjegjësie, duke braktisur vullnetin e qytetarëve të Kosovës, të cilët votuan me në shkurt këtij viti. Situata është e qartë, votimet ishin të qarta me në shkurt. Nuk i dhanë pushtetin absolut zotit Kurti që ta konstituoj fillimisht kuvendin apo ta maksimalizoj pushtetin rrjedhimisht dhe ta formoj qeverinë. Në këtë mënyrë, gjithë problemet që ndron këtu, domethënë se zoti Kurti po ornatet manovroj me metoda të ndryshme duke kushtëzuar oponentët që të votojnë sipas skemës së tij politike. Në të njëjtën kohë duke akuzuar oponentët se janë ata që bashkë me listën serbe po e bllokojnë kuvendin. Një gjuhë e panevojshme politike që nuk çon, në të njëjtën kohë ka një proces dialogu politik i brendshëm tepër i nevojshëm. Ne pam këto ditë që zoti Memli Krasniqi u takua me zotin Kurti në para 2 ditë, ishte një takim që përfundoi vetëm për konsum formal, për t'i thënë publikut se po takohemi për të takuar, por për të mos bërë thuajse asnjë gjë. Situata është e thjeshtë në observimin tim. Partia zotit Kurti duhet ta kuptojë që nuk i fitoi zgjedhjes. Po ti fitonte zgjedhjes, do ta bënte minjëherë me 15 prill kryetarin e kuvendit. Do ta zgjidhte. Minjëherë do të rrinte afati kushtetues për ta bërë qeverinë. Por duket që gjithë problemi ka lindur me zebrimin që ka zoti Kurti, pse nuk arriti të fitoj ato votat e kërkuara që po i priste në fushat zgjedhore mbi 500.000 vota, dhe tani ky është proces i lirë dhe demokratik. Nuk mund t'i punoj voten askujt që t'i votoj zotit Kurti ndonjë kandidat. Partia zotit Kurtit ka 48 deputet. Është cimentuar, është ngojuar të emri vetëm një kandidati, Albin Haxhiu. Oponentët e tij nuk dëshirojnë ta votojnë, është shumë e thjeshtë, sepse kushtetuta u amundson një gjë të tillë. Dhe fatkeqësisht situata ka mbetur, më vjen keq ta them, po peng i vullnetit real të partisë më të madhe politike, asaj të zotit Kurti. Për shembull, nëse zoti Kurti edhe kur tentoi ta ndroj mekanizmin e votimit nga votimi i hapur në votim të fshehtë dhe në seancën e sotme, do të mund të jep të shenja, indikacione që investon në parafrim politik me oponentët, duke ofruar për shembull dhe në këtë votim të fshehtë 3 kandidat për krye parlamentar, jo vetëm emrin e zonës Haxhiu. Mbasi kështu mund të synoj objektivisht ose mund të vërej vullneti real i zotit Kurti për ta kaluar këtë situatë. Teksa po flasim, është një ngjarje shumë e rëndësishme, koleg, për Kosovën në marrëdhënien ndërkombëtare, që ka të bëjë me antarësimin e vendit tonë në Këshillin e Evropës me 13 dhe 14 maj. Pritet të qelë punimet ky këshill dhe ende nuk është në agjendë Kosova, ndërsa qeveria në detyrë në Prishtinë pret që mund të përfshihet në agjendë. Një ngjarje me kaq shumë rëndësi politike për Kosovën, domethënë të mbes në margjina të përpjekjeve ordinere edhe të pashpjegueshme për të shtyrë procese të formimit të institucioneve. Kjo është e papranueshme. Është dëshpëruese teksa shohim këto manovrime tepër të
tepër të papërgjithshme politike. Përgjithësia parë i takon zotit Kurti, që të dëshmoj politikisht se e ka një bend qëllimin për t'i formuar institucionet. Këtë nuk po mund të arri fillimisht me Kuvend Kosovës, nuk po i shtrin dorën si duhet seriozisht oponentëve politik. Ndërsa, tani po ndëgjojmë një vokacion thuajse elektoral nga partia zotit Kurti, duke i vënë në shënjesër të akuzave oponentët. Jeni bërë me listën serbe, jeni bërë me ato, jeni bërë me këtë, jeni bërë me Beogradin. Dhe ka shpije kjo gjuhë? Ka një dialog real politik? Jo. Unë mendoj që kjo gjuhë shpije ka një midis që po na troket shpejt, drejt zgjedhjeve të parakoshme zgjedhore, por që të mbahen zgjedhjet, fillimisht duhet të konstituohet kuvendi. Kuvendi nuk po konstituohet, prandaj duket se në këtë situatë pa shtekdalje, e pa ndërmjetin ndërkombëtar për herë parë më vjen mirë ta them, sepse gjithë është akuzuar komunitetin ndërkombëtar veçmas SBA se po ndërhyjnë në Kosovë për të modeluar qeveri, për të bë ndrim vullneti politike etj. Kësaj here gjithë zgjidhja politike është lënë në duart të politikanëve. Çka po bëjnë këta? Po përsërisin dramën e njëjtë teatrale. Thjesht unë gjykoj që kjo situatë është dëshpëruese për votuesit, të cilët kurdo që mbahen zgjedhjet, mbase këtë dëshmim mund ta shndrojnë në braktisje të pjesëmarrjes në votime. E drejt, Rid, nuk doja t'ju ndërprisja se kam zakon, por në përgjigjen tuaj cekët disa çështje për të cilat ndoshta ja vlen të aneksohemi. E para ka të bëjë me 14 maj, Këshillin e Evropës dhe agjendën e publikuar ku antarësimi i Kosovës nuk është në të. A ka gjasa reale që të shtohet gjatë këtyre ditëve që mbeten, 10 që t'jemi konkret? Askush nuk po lë bën për këtë. Ne këtë lajm e kemi nxjerrë në transmetim vetëm teksa kemi parë agjendën e Këshillit të Evropës që ka njoftuar për takimin që do ta ketë me 13 dhe 14 maj. Imagjino. Ne kemi mbetë të karantinuar mbas përpjekjeve për të zënë pozita pushtete, për të maksimalizuar pushtetin. Ndërsa, çështën e interesit të vendit, po e lënë të arkivuar, të skajuar. Kjo po shihet qartë. Domethënë, më lehtë ka pasur partia në detyrë që të bëj kompromis tasëm në Bruksel për planin franko-gjerman, për aneksin e Ohrit, për ta pranoj statutin evropian, për statutin e asociacionit komuna me shumicë serbe, se sa ta zëm t'i shtri dorën objektivisht oponentëve politik për të bënë zgjidhje kompromisi. Askush nuk po i thot zotit Kurti që nuk të takon pozita e kryetarit të kuvendit. I takon, por partia zotit Kurti nuk mund të sillet me ultimatum që t'i drejtohet oponentëve ose merreni ose lejeni, sepse kështu situata mund të çojë në pafundësi. Në realitetin e sotëm do duhet gjithë vëmendja ynë, jon të ishte ka një proces tepër i rëndësishëm që ka për Kosovën me Këshillin e Evropës e që lidhet shumë lidhet edhe me gjykimin në hak, teksa herojt tanë, shërimtarët tanë po përballen me një proces tepër të padrejtë. Sara, Këshilli i Evropës është instrument tepër jetik, jo vetëm për të dhënë kuptim shtetit të Kosovës në marrëdhënien ndërkombëtare, por në rënd të parë është një instrument direkt që mbron të drejtat dhe liritë e individit ndaj çfarë do shkelje të pretenduar, të supozuar. Dhe ne çfarë po bëjmë? Po bëjmë së hir. Ne po raportojmë, unë sot isha live videoor gjysmë në emisionin tim, duke raportuar për situata që edhe adoleshentët në Kosovë i parashikojnë se ç'po ndodh. Dhe a e meriton Kosova këtë klasë të papërgjithshme politike? Unë kam pyetje dhe dilema në këtë, sepse një leksion duhet ta marrin këta politikanë. Kush është leksioni? Është qytetari. Mendoj se aktualisht zgjedhjet i konvenojnë vetëm partisë mbase të zotit Kurti dhe Partisë Demokratike të Kosovës.
LDK nuk duket se është e gatshme për skenarin e zgjedhjeve. E drejt. Leksioni është qytetari, thoni ju, me të drejt. Por nuk është qytetari që ka votuar si më të preferuarën Albulena Haxhiun dhe pse duhet që ajo të mos jetë kryetare e kuvendit? Po prandaj dhe unë po them, qytetarët kanë votuar për zonën Haxhiu si më të preferuarën, por tani kur je në kuvend aty, po nuk i pati votat e kërkuara për të zgjedhur kryetare e kuvendit, natyrisht që nuk mund të përdoret kjo asimetri, kjo paralele. Për thënë se me votuan qytetarët, për këta nuk për në votuan. Ata nuk janë të detyruar të votojnë. Është jetike dialogu politik që i mungoj Kosovës për vite me radhë. Dhe mund të them dirisht që askush dhe asnjëni me asnjënin thuaj se nuk kam besim midis njëri tjetrit. Dhe është rënuar ky besim që prej vitit 2014, kur vendi gati ndodhi në trazira civile nga koha e Vlanit në atë kohë, nga një betejë e pamshirshme duke përdor rrugën, duke përdor dhunën, nga ajo kohë Kosova nuk e kam marrë të mbaren për të normalizuar procesin e brendshëm të dialogut politik. Dhe një kontribut të madh thuajse kanë të gjithë, por edhe partia Kurtit qëndron në baltë e saj bashkë me partitë të tjera që në atë kohë ishin kundër partisë së zotit Thaçi. Ta rikthejmë në vëmendje. Në vitin 2017, kur kryetar kuvendi zoti Kadri Veseli i koalicionit PAM, partisë që fitoi zgjedhjet, në një moment të caktuar tha, sepse nuk po arrinte të bënte numrat, ishte vota, kërkoi edhe një votë. Urdhënoi zoti Kurti, bëj votat për te të drejtës kushtetuese që më takon, që si kryetari i panit të jem kryetar kuvendi, po i bëre votat, urdhëro mere drejtoje vendin. Në asnjë situatë Kosova nuk është ndodhur kështu, të pazakont politikisht. Gjithçka duket se zoti Kurti e redukton me interesin dhe shtetin me interesin e partisë së tij. Në anën tjetër, që të jemi të sinqert, edhe alternativa anti-Kurti, nëse flasme për opozitën e dërgjeshme sot në kuvend, nuk është e gatshme për ta bërë qeverinë. Nuk ka dëshmuar vullnet politik që mund të formuloj opcion serioz për ta bërë qeverinë. PDK, LDK, AK, Tazëm Nisma me minoritet të kështu me radhë. As njëra, as mala tjetër, nuk e kanë votën, dëshiren, nxitjen për ta udhëhequr Kosovën aktualisht. Dhe thelbi problemit të këtu, që asnjëra as mala tjetër druaj që nuk po nxitohen për të marrë veprime vullnetit politik që të zhbllokojnë situatën dhe të bëjnë ai gjatë hajrit më përshtet se shikoni Kosova është vend i izoluar në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian. Askush nuk po merret me ne, absolutisht. Vinë disa diplomatë dhe a di për çka vinë Kosovë? Vetëm për çështën e dialogut, për asnjë gjë tjetër. As nuk kemi investime. Po na ikin mbi 800 milion fonde nga Bashkimi Evropian sepse kuvendi nuk është i konstituar, duhet të ratifikohet si prezident kuvend. Dhe askujt nuk po i bën përshtypje kjo. Prandaj ndodhemi në një situatë, ta them ashtu, gati figurativisht apokalipsi politik. Kjo strukturë e elitës politiku gjykoj se e meriton ndëshkimin, sepse e meriton këtë ndëshkim për shkak të papërgjegjësisë së saj politike. Pyetja logjike është, pse doli në zgjedhje me nën shkurt? Sovrani me nën shkurt në Kosovë tha, asnjëri nuk mund ta bëjë qeverinë vetëm. Duhet të bashkëpunoni. Për sa kohë që sovrani foli, bashkëpunimin këta po tentojnë ta maksimalizojnë secili, po sidomos partia zotit Kurti secili në pushtet. E drejt. Ajo që kuptoj nga e gjithë përgjigja juaj lidhet me faktin nëse Albin Kurti është kryeneç në vendosjet e tij, po kaq paraqitet edhe opozita që ndonse nuk po arrin dot të gjejë një formë bashkëpunimi mes tyre, po rrezikon edhe kuvendin sepse nuk është e gatshme të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Në këto kushte, çfarë i mbetet Kosovës
të mbetet në këtë qorsokak apo labirint që nuk ka dali? Unë raportoj që prej vitit 2000 për sektorin politik. Nuk bojmë men në një situatë të tillë me cilën është përballur Kosova. Ka pasur situata kritike, ngërçi, por fatmirësisht ato situata janë ndërmjetësuar dhe nga miqtë ndërkombëtar, kanë mbledhur politikanët dhe kanë formuluar opsione për shtekdalje. Tani kur situata është lënë në dorën tonë kryekput, ne duket se po bëjmë këtë procesin pis, ta them ashtu, për të treguar se deri në shpërmas është në gjendje të shkojë. Egoja e secilit prej tyre, sidomos e Partisë së Pushtet, për ta maksimalizuar zmarkimin e pozicioneve në pushtet. Kjo duket gjë pa drejt, vetëvendosja duket se nuk është ende nuk e ka marrë leksionin se bashkëpunimi politik është nevoje e demokracisë, transparenca po ashtu. Jemi sot në ditën botërore të lirisë së shtypit dhe dje pa të mirë. Lajme të kopshme vijnë për këtë, e vërtet. Reporterëve pa kufi, Kosova të renditet në vendin 24 vende me pak, është e papranueshme. Jo pse Kosova nuk ka liri shpresë, ka absolutisht, por kjo liri e shpresë po përballet me mungesë jo transparence, me presion publik nga autoritetet, me intimidim të gazetarëve, me gjuhë të papranueshme fyse nga establishmenti në pushtet. Gjitha këto janë indikator që masin trajektoren si me thonë, të vullnetit politik të qeverisë për të reduktuar, për të ngushtuar sferën e lirisë së shpresë. Unë nuk e di, nuk po i bëm përshtypje, kem parë dje kolegë një numër të madh të partisë së zotit Kurti, të cilët si ta them janë shndruar në kamikaz kundër gazetarëve, duke animuar ata si njerëz që janë rreshtuar kundër qeverisë. Janë po të njëjtit gazetarë që kanë raportuar edhe për qeveritë e kaluara, por dallimi i qeverisë Kurti me qeveritë e kaluara, di cili është? Qeveritë e kaluara së paku thonin se po e planojmë dhe do të përpiqemi të bëjmë progres. Së paku formalisht kështu thonin. Ndërkaq, eksponent politik të zotit Kurti janë shndruar në kamikaz ndaj gazetarëve. Gazetarët nuk janë problemi i kësaj qeverie. Ne raportojmë, puna ynë është të mbledhim copa mendimi, pikpamje, për kundër e tjera dhe të njëjtat i prezantojmë. Nuk e di, gjithçka duket që reduktohet shteti në gjykimin e zotit Kurti reduktohet vetëm në ekzistencën e lëvizjes vetëvendosje. Po mbajtën zgjedhjet sërish, që mund të mbahen, unë po them që mund të mbahen, sepse situata nuk mund të shkojë pafundësisht, dikush duhet të lëviz situatën për të kërkuar një opinion të gjykatës kushtetuese. Janë 10 deputet që mund ta bëjnë këtë, duke i bërë pyetje se si të zgjidhet, a mund të shkojë pafundësisht kjo situatë, sepse për qeverinë nuk mund të shkojë pafundësisht. Atëherë jam i bindur që shumë shpejt situata do të lëvizë. Në vlerësimin tim, unë doja që me 15 prill të bëhej verifikimi i mandatave të deputetëve, të zgjidhej kryetari i kuvendit kushdo që të jetë ai, sepse nuk është emri Albolina Haxhiut problemi themelor rreth cilit reduktohet mosvajtimi. Jo, problemi qëndron tek si më thon, betejë për të nxjerrë fajtorin kujdestarin, se mund ta them ashtu, fajtorin kryesor, nëse vendi shkon në zgjedhje për të drejtuar gishtin se ky na shpiu në zgjedhje. Në fakt, opozita e thash më herët, e drejtshme. E vërteta është që nuk ka gatishmëri të përbashkët për ta bërë qeverinë si alternativë anti-Kurti. Po as zoti Kurti nuk i ka votat për ta bërë vetë qeverinë. Ndodhet një përpjekje për të ble vota, dolën disa denoncime kështu me radhë. Tani po shohim akuzat të mëdha midis njëri tjetrit. Por imagjino, dhe këtë duta, nëse mund ta them, të reduktohet i gjithë debati, jeti me Serbinë apo me Serbinë në vitin 2025 është mjerim politik.
në një, në ndë, i jep shans Serbisë, Beogradit, parasyve të komunitetit ndërkombëtar të insistoj për ta bë asociacionin e komuna me shumicë serbe, edhe më të fort me kompetenca se sa që është tash, sepse sjellja jonë publike e papërgjithshme, duke vënë fajin mbi përfaqësuesit legjitim të listës serbe. Çka mendojnë për listën serbe, ç'është tjetër, por ata janë përfaqësues legjitim, të sillen me kaq shpërfillje ndaj tyre, të vënë gjithë akuzat drejtim tyre. Mendoj që kjo do t'i kthehet në dëm Kosovës së nesërme politike. Këtë më mbani për fjalë, do ta shohim, do të përdoret si argument në Këshill Sigurimit, në tavolina ndërkombëtare. Kudo do thonë i shikoni se ç'tan politikanët në Kosovë kundër serbëve. Do ta përdorin po përpiqen të izolojnë serb, po përpiqen ti shpartallojnë serb, po përpiqen ti mohojnë drejtat serbëve. Kështu e ka bërë lojën gjithë Serbia. Dhe çka po bëjmë ne? Ne po i japim municion figurativisht atyre për ta luajtur lojën e tyre të viktimizimit. E panevojshme sepse gjithë loja po bëhet për të akomoduar secili pozicionin e tyre në pushtet. Thjesht është marrëzi politike, koleg. E drejt. Faleminderit Rit Berisha që ishit me ne, gjithmonë koherent në përgjigjet që jep. Lutem. Ka publicitet, rikthehemi shumë shpejt.
Është kjo sigla që paralajmëron takimin me fushatën zgjedhore. Ne kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente me Sarandën, ku gjejmë atje kandidatën për qarkun e Vlorës nga radhët e Partisë Demokratike, zonja Ina Zhupa më bashkohet. Faleminderit zonja Zhupa që gjetët kohë. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi biseda me ju. Pse nuk jeni në takime në këto momente, vetëm për këtë intervistë apo temperaturat e larta nuk ju lejojnë që të dilni rrugët e qytetit? Jo, unë planifikova këtë intervistë sepse e para për respektin për ju dhe për median tuaj, dhe e dyta sepse mendoj që qytetarët do duhet dëgjojnë sa më shumë nga kandidatët dhe media të jep një mundësi shumë të mirë që ta përçosh mesazhin në mënyrë masive, pavarësisht se takimet tona elektorale vazhdojnë në mënyrë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme. Sapo të mbaroj këtë intervistë, për shembull unë nisem për Konispol, kam takime në Markat, në Shalës, në Njajar për t'u kthyer prapë në qytetin e Konispolit. Dhe fushata elektorale është një miksim midis takimeve me qytetarët në rrugë, takimeve masive që organizojmë në qendrat e fshatit apo në qyteza, dhe takimet me grupet e interesit ku shpalosim programin e Partisë Demokratike sipas fushave për kace, për shumë me pensionistët, me arsimtarët, me peshkatarët, me fermerët, e kështu me radhë. Zonja Zhupa, kur I referoheni takimeve masive në fshatra, ndërkohë që Shqipëria duket se është e gjitha në emigracion, prej sa vetash e quani masivitet një fshat? Masiviteti e quaj kur është I gjithë fshati, që do të thotë kur të gjithë marrin pjesë. Unë për shembull isha në fshatin tim, në fshatin Fter, ishte gjithë fshati dhe I gjithë fshati ishte 35 veta. Pra aq janë njerëzit që janë në fshat dhe unë e quaj masive në kuptimin që janë të gjithë na përkrajnë të gjithë, pavarësisht nëse janë të majt apo të djathtë. Në takimet që unë kam pasur, dje për shumë basdite kisha një takim në Vrin. Është fshat që duhet të ishte një nga fshatrat më me zhvillim ekonomik. Quhet pjesë e parkut kombëtar të Butrintit, është shumë afër sa kalon Lundrën, pra bën atë pjesën dhe është ngjitur me Butrintin, pra quhet në parkun kombëtar të Butrintit dhe janë me vështirësi ekonomike, janë pasi mbështetje nga shteti, probleme me bujqësinë, pasi subvencion, kujtuan ndje me drejta, neve detyrohemi, ne jemi banor të parkut të Butrintit në një farë forme dhe detyrohemi që nëse duam vazhdite të danim një shëtitje në parkun e Butrintit, nuk e kemi më atë politikën që banorët e zonës të mos paguajnë biletën, por të paguajnë 10.000 lekë si gjithë të tjerët, dhe nuk e gëzojnë dot as pasurinë kulturore në cilën ata bëjnë pjesë, janë pjesë e parkut. Dhe unë takim masiv atje e quajta, ne ishim rreth 57 veta, aq ka fshati aktiv që marrin pjesë, jo fëmijët, jo plejt me sëmundje, pra praktikisht këto janë takimet masive në përfshatra, variojnë në këto shifra. Po për ne ka rëndësi që të ndërtojmë politika që fushatën e ardhshme të ketë më shumë biznese, të ketë më shumë të ri, të ketë më shumë zhvillim, edhe ato që kemi thënë në programin ton për secilin fshat edhe në përgjithësi për Shqipërinë të jetë realizuar dhe të jetë një kontratë që është zbatuar plotësisht nga Partia Demokratike. Duke ju referuar disa videove që pash përpara se të hyja në transmetim të drejtë për drejtë, në Himar po bëj nami me hapjen e sezonit turistik, duke sikur e gjithë Himara është bërë e majt këto kohë. Jo, ju do ta shikoni edhe në rezultatin zgjedhor, Himara nuk është e majt, dhe Himara nuk ka qenë ndonjëherë e majt, biles ka qenë nga qytetet me rezistencën më të fortë antikomuniste, duhet thënë, dhe nuk ka përqafuar ndonjëherë të majtën. Të vetmet raste përqafoi një vit më parë apo jo? Atë po thoja, të vetmet raste ku e majta e uzurpon postin e kryetarit bashkisë apo të pushtetit qendror është kur futen mekanizma të tjerë që e përqundojnë votën e lirë, siç ishte rasti I Burgosit, si I bën kryetarit të zgjedhur Fredi Beleri, sot eurodeputet, për të shtuar një vit më vonë popullsinë e Himarës dhe duke sjell dhe trëndafilat nga lushnja për të votuar në Himar, vetëm e vetëm sepse aty kanë planet të këtyre investimeve, grabitjeve strategjike. Në Sarandë njëjta gjë, në Delvine njëjta gjë, shtohet popullsia sepse sjellin me vete administratën për
për fushat. Sot ka një takim me Edi Rama në orën 5, ja këtu 2 hapa përtej se listë Partisë Demokratike dhe juftoj nëse keni gazetar terreni që t'i besoni nga pamjet e tyre dhe jo nga tona, është mbushur Saranda me autobuza të mëdhenj që i sjellin me vete dhe me detyrim që ka administrata lokale me mesazhe për të paraqititur në takimin e kryeministrit. Me demek janë shumë, ndërkohë që nuk ka njerëz që dalin me vullnet lirë, sepse nuk ka bilans 12 vjeçar Edi Rama për Sarandën. Nuk e di çfarë do t'ju thot ai sot qytetarëve të do t'ju thotë si në 2013 do t'ju sjell ujë 24 orë, do t'ju thotë si në 2013 do t'ju bëjt certifikatat e pronësisë, do t'ju thotë si në 2013 që do t'keni shëndetësi falas, do t'ju thotë si në 2013 që arsimi do marrë 5% GDP-s. Ata e dinë që këto janë gënjeshtra se kanë 12 vjet dhe Rama që është shkaktari i këtyre problemeve që ata kanë sot nuk mund të jetë zgjidhja e këtyre problemeve. Zgjidhja e këtyre problemeve është Sali Berisha, është programi i Partisë Demokratike, janë ekipi dhe kandidatët e Partisë Demokratike. Mirë, ndërkohë që kreu i Bashkisë së Himarës duket sikur janë fokusuar aty, por nga që e kisha në transmetim të drejtë për drejtë një javë më herët, zoti Tavo më tha që Himara sot është pa një zëvendës kryetar, sepse unë ja kam premtuar opozitës atë pozicion, por deri më sot nuk e ka pranuar. A nuk do t'ishte forma më e mirë qoftë edhe të mbanin në kontroll bashkinë, por nga ana tjetër të promovoheshit në gjithë banorët e zonës? Në fakt, zoti Tavo është i famshëm për deklaratën publike se si në vitin 2021 bleshin vota në Gjirokastër, kur zoti Tavo kandidonte me LSI-n në atë kohë si pjesë e opozitës dhe ka deklaruar në një emision, pa i cituar emrin, që çmimi i votës ka shkuar 500 euro. E ka thënë në vitin 2021. Jam i sigurt që në 2023-2025 edhe kur kandidoi ai përpara, çmimi i votës do jetë rritur edhe për shkak të inflacionit, por edhe për shkak të parave të shumta të pista dhe të vjedhura. Kështu që zoti Tavo fillimisht të shpjegoj sa është çmimi i votës sot në Himar dhe të harroj që mund të bëj pjesë Partinë Demokratike apo eksponentët e Partisë Demokratike në vjedhjen, grabitjen e pronave në keqeverisjen që ai bën, sepse një nënkryetar bashkie nuk ka asgjë në dorë për të kontrolluar kryetarin e bashkisë, nuk ka asgjë në dorë për të ndalur masakrën që ata bëjnë me investime strategjike në ato zona, por vetëm mund të jetë pjesë e pazarit dhe pjesë e pushtetit. Ne s'kem pranuar, s'u pranojmë kur të jemi pjesë e pazarit dhe një pushtetit korruptuar që drejton Tavo dhe të ngjashmit e tij dhe ne do ta marrim pushtetin me votë në 11 maj dhe do të ndalojmë edhe këto bashkit e Tavos e Tolti Çaçit e të gjithë këtyre që e kanë kthyer bashkit në zyra notarizimi për investimet strategjike dhe grabitjet e pronave, që të vazhdojnë me këtë projekt famkeq të grabitjes së pronave dhe shkatrimit të zonave të mbrojtura, duke anulluar ligjin e investimeve strategjike, duke anulluar ligjin për shkatrimin e zonave të mbrojtura dhe duke i dhënë mundësi që kush investitor privat ka dëshirë ta investojë pronën e vet, ta bëjë dhe të ketë çdo mbështetje nga shteti, por mos preket prona askujt, të ruhen zonat e mbrojtura dhe të ketë garanci biznesi i ndershëm dhe jo biznesi klientelist i lidhur me qeverinë. Cila është pika më e fortë e Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës? Pika jonë më e fortë është programi jonë, programi që garanton minimumin jetik 200 euro për çdo njeri, për çdo pensionist, për studentët, për personat me aftësi të kufizuar, për personat me kem, për personat jetim, për këdo, për t'i dhënë një minimum jetik dhe atë mbijetesën me dinjitet. Është programi jonë për 5% për dyfishimin e buxhetit për arsimin, është programi jonë për shëndetësi e cila nuk i çon parat në koncensione, por i çon drejt për drejt tek qytetari dhe që ilaçet që sot të gjithë banorët e qarkut tim i blejnë në Greqi, sepse këtu janë si gëlqere, thonë, të jenë të paktën të kolauduara në 2 vende dhe të tregtuar në 2 vende të Bashkimit Evropian që më pas të pranohen në Shqipëri.
Pra programi jon, alternativa jon për qytetarët, apo përmbyllja e legalizimeve që është bërë një gangren tashmë 30 vjeçare në Sarandë dhe kudo në Qark, janë garancitë dhe janë pikat tona të forta. Gjithashtu, për ne pikë e fortë është ekipi, kandidatët e Qarkut, dhe ne kemi dhe kandidat në listë hapur, personalitete, njerëz të shkëlqyer, njerëz që nuk kanë asnjë problematik me ligjin, njerëz që nuk kanë vjedhur, njerëz që nuk kanë tjetërsuar prona, por njerëz që vinë për të shërbyer. Zonja Zhupa, kënaqësi që u kisha në këtë lidhje drejt për drejt, punë të mbarë në vazhdim. Kënaqësi dhe për mua, punë të mbarë dhe juve. Faleminderit. Dhe nga Saranda shkojmë më në zemër të Vlorës, atje ku gjejmë nga listat e hapura të Partisë Socialiste, zotin Klevis Kaso. Zoti Kaso, mirë se erdhët në transmetim të drejt për drejt. Përshëndetje Erion. Duket e lehtë apo e vështirë kjo fushat në listat e hapura? Do ta nisja ndryshe, është e vështirë, por njëkohësisht është adrenalin të përfshin më shumë e qytetin dhe me të gjithë Qarkun, të jep mundësinë të dëgjosh njerëzit dhe të jesh më pranë tyre. Unë do ta zgjidhja, edhe nëse përsëri do më thoshin lista e hapur apo të mbyllur, do më pëlqente më shumë lista e hapur. E drejtë, ju njiheni në qytetin e Vlorës të paktën nga pozicioni që keni mbajtur deri më herët në bashki. A është kjo arma e fortë apo nuk jeni vetëm në qytet tani, po shkoni edhe deri në Sarandë për të kërkuar votë? Patjetër që më ka arritur profesionalisht, institucionalisht dhe më ka bërë dhe më të njëjtur pozicioni im si nënkryetari i Bashkisë Vlorë, por siç e kam thënë në daljet e mia të tjera publike, unë jam informuar në këtë qytet në shumë dimensione. Siç është sipërmarrës, kam qenë institucione të ndryshme, duke qenë drejtues i institucioneve siç është sporti i qytetit, dhe një sportist po i këtij qyteti, po jam marrë dhe me shoqërinë civile, kam qenë gjithashtu koordinator i ekipeve sportive për Jugun, antar kryesie në Komitet Olimpik, në shumë aktivitete të tjera, kështu që disa më njohin si shokun e klasës, disa më njohin si nënkryetarin e bashkisë, disa si kapitenin e ekipit, trajnerin, drejtorin, nënkryetarin e bashkisë, sipërmarrësin e qytetit, kështu që nuk do ta kufizoja veten asnjë nga këto dimensione që unë kam ushtruar ose profesione që kam ushtruar në qytetin tim. E drejt, pse nuk jeni ju si pjesa tjetër e socialistëve sot në imar për çeljen e sezonit turistik? Unë kam disa angazhime të mia personale politike në qytet dhe patjetër që në mbrëmje do t'i bashkohem dhe çeljes së sezonit turistik me ftesë të kryetarit të bashkisë zotit Tavo. E drejt, a dërgoni mbrapa kryeministrit mbështetësit tuaj për të marrë pjesë në takime elektorale, zoti Kaso? Absolutisht jo. Erion tani po e dëgjoj nga ju këtë. Sapo na tha zonja Zhupa për hir të së vërtetës, ndaj ju asolla si argument. Në qoftë se do ketë një gënjeshtër të madhe është pikërisht kjo. Sa po kam mbaruar mbledhjen e madhe në shtabin tim që përbëhet për 90 vetash dhe asnjëri nuk ka cituar janë kryetar organizatash, njerëz të tjerë socialist, që nuk është dëgjuar kjo gjë në qytet që duhet një angazhim nga kam qenë në mbledhje sot me ministrin e mbrojtjes, kam qenë me drejtues politik të tjerë të Vlorës me kryetarin e bashkisë, nëse do ishte e kundërta do ishin të gjithë andej. Zoti Kaso, ndërkohë që opozita shkon përpara qytetarëve me premtime dhe një program i cili duket se do lehtësojë jetën e tyre, ju me çfarë premtime shkon? Po ne duhet të kthehemi dhe i gjithë Qarku Vlorë duhet të ketë një memorie të më afatgjatë se zakonisht, se njerëzit me do e mos mësohen të jenë me memorie afatshkurtër se kur mësojnë më të mirat që kanë. Ne kemi jetuar qeverisjen e djathtë 2005-2013 dhe postojmë vetëm për Bashkinë Vlorë, në këto 8 vjet është bërë vetëm një rrugë që është quajtur Transballkanike dhe ajo nuk përfundoi kurrë. Të njëjtën gjë ja u them të gjithë qytetarëve, se kush është skeptik që thotë pse më shumë se 12 vjet. Në Vlorë dhe në qarkun e Vlorës, në këto 12 vjet ka ndodhur një transformim rrënjësor për çdo lloj fushe të caktuar që ne duhet ta prekim.
është transformuar rrënjësisht qyteti i Vlorës nga ana infrastrukturore. Është transformuar rrënjësisht qasja ndaj turizmit. Më para ne shpresa më e madhe gusht vjetor në bazë të zhvillimit që qeveria e Vjat la ishin remitancat e emigrantëve. Tani më ekonomia e qarkut Vlorë është pothuajse e pavarur nga ato remitanca. Ne kemi një industri tashmë të ngritur që ndihmon financiarisht pothuajse çdo familje të qarkut Vlorë, që është industria e turizmit, po dhe transformimi rrënjësor dhe urbanizimi i brendshëm i qytetit të Vlorës, por s'do të thosha vetëm i qytetit të Vlorës, i të gjitha qendrave të qarkut Vlorë, të gjitha bashkitë e qarkut Vlorë kanë një transformim rrënjësor dhe të urbanizimit të tyre të brendshëm. Vlora vërtet tani është si një kantier ndërtimi, por po të bëjmë paralelizmin e një shtëpie që duhet restauruar, ne nuk jemi rahat dhe marrim një shtëpi me qira se ajo shtëpia bëhet si e pabanueshme. E njëjta gjë po ndodh me Vlorën. Vlora do të kthehet një perl jo vetëm në pjesën e detit, por edhe në pjesën e brendshme të saj, duke i rikonceptuar dhe ridimensionuar çdo lagje të saj. Duke marrë në konsiderat gjithçka që tha deri në këtë moment zoti Kaso, duket sikur vlonjatëve nuk u intereson shumë pasaporta europiane apo jo? Patjetër që intereson, është një nga armët e forta të paketës tonë elektorale. Pasaporta europiane nuk do të jetë thjesht një patent për të kaluar kufit, por vlonjatët e kanë kuptuar mirë që pasaporta europiane do të jetë çelësi i subvencioneve të mëdha, do të jetë çelësi që do të japi lehtësira shumë të mëdha për taksën doganore, për shembull për bizneset që bëjnë eksport-import, do të jetë çelësi për studentët që do të duan realisht të shkollohen jashtë pa një taksë ekstra, por do të jetë çelësi. Unë kam të provuar personalisht kur në 2007 kam shkuar në Itali për të luajtur basketboll dhe ekipi Monzës nuk më mbajti për vetëm në arsye se ishte ekstrakomunitar. Të njëjtin emocion duhet ta ndjej çdo i ri i Shqipërisë që në të ardhmen e vet do doj të ketë një të ardhme si profesionist i lirë, si një nxënës shkolle, ose si një biznesmen që do t'i bëj këto arritje jashtë trojeve shqiptare. Në skuadrën e demokratëve që keni përballë, keni kundërshtar apo shkoni me besimin që ju do jeni fituesi i listës së hapur të socialistëve? Unë shpresoj që qytetarët e Vlorës, po të gjithë qarkut Vlorë, me gjithë angazhimet e mia në të kaluarën, të më kenë njohur, të bëjnë një rezume të gjithë listave të hapura dhe pse jo të votojnë Klevis Kason si një djalë që atë që ka si parimin e jetës është angazhimi për çdo detyrë që i jepet. Nuk mund të premtoj asnjë gjë që unë do të kem shkopin magjik ose do të shpik rrotën se rrota është shpikur 3500 vjet para, por angazhimi im për t'japur në ndihmë çdo qytetari në aspektin personal dhe në aspektin e komunitetit të gjerë. Me qenë se ju kam këtu zoti Kaso, kur e nisni sezonin turistik? Sezonin turistik niset në 18 maj, sa unë kam informacion tani nga Bashkia Vlorë. Në 18 maj është gjithë java i do të zgjasi. Ne kemi bërë ose është bërë traditë në qytetin tonë që nga vjet që sezoni turistik nuk do hapet thjesht vetëm një ditë, por do të shtrihet përgjatë gjithë një jave, siç ne duam që të shtrihet gjithë sezonit, gjithë turizmi i këtij qyteti në një turizëm gjithëvjetor. Edhe teksa kryeministri udhton nga Saranda në Himar me ndalesën e Vlorës, a do të konfirmojmë atë gatishmëri të qytetarëve për të qenë të pranishëm sikurse në 2021? Apo janë mërzitur që nuk është në listën e vlonjatëve? Më falë se u ndërpret, lutem. Jeni të mërzitur që kryeministri nuk është më në listën e Vlorës si kandidat? Kryeministri me atë që ka bërë për qytetin e Vlorës është senator i përjetshëm i qytetit të Vlorës. Duke qenë kështu, dhe ai veten ndjen veten qytetar të Vlorës përjetësisht sepse ka rikonceptuar atë që ne nuk e imagjinonim në post 2013. Vlora është një tjetër gjë dhe e thën kjo
nga një njeri që para 2013-ës ishte në shoqërinë civile dhe e thënë jo me pathosin e një njeriu që do të jetë të duket për këtë gjë. Vlora është transformuar rrënjësisht dhe kjo nuk do të shumë fjalë. Hotelet kanë filluar të jenë plot që prej fillimit të marsit dhe është e vështirë që fundjavave t'i gjesh dhoma kur koha shumë e mirë, por jo vetëm kjo, në Vlorë po bën punë shumë të mira për t'i ardhur në ndihmë dhe industrisë. Nuk do të kemi po është bërë kontrata për të hapur shkollën e aviacionit, ka filluar që aeroporti i Vlorës të jetë si një pol për zhvillimin më tej dhe të bizneseve të qytetit të Vlorës dhe patjetër që ne nuk do mjaftohemi vetëm me turizmin në këtë qytet, por investimet e qeverisë dhe gjithë ato investime infrastrukturore do ta bëjnë Vlorën një pol të zhvilluar dhe për industrinë e gjerë kombëtare dhe jo vetëm. Faleminderit zoti Kaso që ishit me ne dhe suksese më 11 maj. Ju përshëndes. Mbetemi tek fushata zgjedhore, kryeministri Rama ishte sot paradite në Gjirokastër, ku një sër të premtimeve sa i takon pjesës së jugut të vendit ja parashtroi të pranishmëve. Ndjekim një pjesë të ligjëratës së tij. Si ka mundësi që koha nuk solli një Shqipëri më të mirë se sa ajo e fillimit të transformimit demokratik në vitin 97? Si ka mundësi që koha nuk i solli këto transformime në infrastrukturë, për të cilat ne dëgjuam shumë aso kohë? Rrugë, por të tëra rrugët mbetën rrugëve, sepse ishin tendera, ishin daulle inaugurimesh, por nuk ishin as projektet mirëfillta, nuk ishin as financime reale. Dhe atyre që thonë shpesh s'ja vlen votosh, se të tërë këtu janë njësoj, edhe gjithsesi gjërat do shkojnë si do shkojnë pavarësisht se voton apo nuk voton, ju them e para, kur shqiptarët na besuan mandatin e parë, kanë ndërhyrë në momentin më kritik, kur Shqipëria rrezikonte seriozisht të binte përsëri në humner, në një humner të ngjashme me atë të piramidave, po jo më për shkak të një sudeje e të një vebiu që kishin bekimin e të parit shtetit, po për shkak të vetë qeverisë që udhëhiqej nga i njëjti njeri që bekoi suden dhe vebiun. Shqiptarët ndërhyn dhe e penguan rënimin përfundimtar edhe një herë nga e para të Shqipërisë. Ndërkohë që ne së bashku filluam një punë që sot shihet në fytyrën e rilindur ku është kthyer buzëqeshja të Gjirokastrës, të Tepelenës, të Përmetit, të Kërcyrës, të Libohovës, të Memaliajt, edhe të Dropullit. Para se të vinim këtu isha me disa djem të kthyer nga Greqia, që kanë këtu bujtina, restorante. Sot problemi tyre nuk është më se a të rrinë, a të ikin. Problemi tyre nuk është më as se a kanë, as kanë punë për të kthyer investimin që kanë bërë të kursime të tyre. Sot problemi tyre nuk është as se nuk kanë mundësi t'i paguajnë punonjësit. Ata cilët duhet hapin derën, ata cilët duhet përgatisin ushqimin, ata cilët duhet presin miqt e kështu me radhë. Sot problemi i tyre është si t'i bindin shumë Gjirokastrit, shumë Tepelenas, shumë Kërcëriot, shumë Memaliot, shumë Dropullit apo Libovit dhe shumë përmetar që ndërkohë ropaten në Greqi, që të kthehen këtu dhe që të marrin paga më të mira se sa ato që marrin në Greqi. Dhe unë dëgjova konkretisht, ata janë njerëz konkret, ato janë realitete konkrete dhe nuk janë vetëm ata. Sot
i gjithë industria e re e turizmit është e gatshme të paguaj më mirë se sa në Greqi. Dhe përfitoj nga rasti këtu se e di që po na ndjekin edhe nga Greqia shumë bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare tuajt për t'ju thënë duhet ta besoni këtë gjë, nuk duhet të dëgjoni zhurmën e kuave të Kënetës, nuk duhet të pini ujin e Kënetës as në mëngjes dhe sidomos të darkë kur përhapen në për ato berberhanet e natës të gjitha ata që mbajnë titullin analist, por nuk janë asgjë tjetër përveç se njerëz që jetojnë në një realitet të krijuar prej tyre me gjysmë të vërteta që janë dhe gënjeshtat më të mëdha dhe që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin e ndërtuar prej nesh së bashku. Prandaj ata nuk arrin ta kuptojnë si ka mundësi që të gjitha sondazhet e opinionit, përfshirë dhe sondazhin e bërë nga sondazhisti i presidentit Trump, thonë se shumica e shqiptarëve mendojnë se Shqipëria po ecën në drejtimin e dur. Thonë se shumica e shqiptarëve do të votojnë Partinë Socialiste dhe thonë se një shumicë edhe më e madhe se ajo që do votojë Partinë Socialiste thotë që fituesi i 11 majit është Partia Socialiste. Nuk e kuptojnë dot ata pse. Ata nuk e kuptojnë dot, sepse ata janë kori i bretkocave që i thos shqiptarve çdo natë që këtu ka vetëm vrasje, krim dhe këtu ka vetëm varfëri, që këtu s'ka bukë, që këtu s'ka ujë, që këtu s'ka punë, që këtu s'ka biznes. Ndërkohë që realiteti është krejt tjetër. Dhe pikërisht pse ne kemi bërë investimin më masiv në historinë e shtetit shqiptar për ujin e pishëm, sot ne jemi në përmbyllje të programit të furnizimit me ujë të gjithë territorit. Ata duan të bëjnë manipulim të opinionit, nxjerrin deklaratat mijat, e pastaj lëshojnë ato fjalit e tyre ku i ke 300.000 vendet e punës. Ndërkohë që mjafton të shkosh në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Sa ishin kur ne morëm detyrën dhe sa janë sot. Të regjistruar që paguaj taksa dhe sigurime shoqërore. Dhe aty do të lexosh që janë pak më shumë se sa 300.000 plus. Ashtu si kundër, ju e dini shumë mirë se çfarë ishte Gjirokastra, për mos folur për Tepelenën. Tepelena ishte vendi ku njerëzit e Tepelenës ktheheshin vetëm për ngushëllime, apo ku venin për ndonjë dasëm që të merrin në nuse e të iknin prap. Ndërkohë që se them unë do të bë bukur se që ka thënë Tërmeti i Tepelenës. Komandant mos fol fare, s'ke qa thua, mjafton të shikosh që në pedonalen e Tepelenës shëtisin bjonde nga Suedia, kujt i kishte vajtur mendja. Dhe kjo është e vërteta. Libohova, kur unë kam shkelur për të parë, ishte një shkretir, duke si ato filmat e viteve 30-40 bardhezi me kaubojt, dhe duke si unë nga ana tjetër e rrugës do dilte njëri me kalë që do gjuante. Sot Libohova është pjesë e ofertës turistike të qarkut Gjirokastrës. Sot në Libohov, si në Gjirokastër, si në Tepelen, si në Përmet, hapen bujtina, njëra pas tjetrës. Pam me Mirelën në mëngjes, tek Booking, 434 dyer, 434 oferta nga Gjirokastra. Çfarë janë këto? Këto janë punë.
punësim, prodhim vendor, ekonomi vendore. Dhe prandaj, unë vazhdoj të besoj, kemi bërë gjën më të mirë të mundshme për të gjitha ata që vetë punësohen dhe punësojnë tjerë me i biznes vogël dhe rritën avash, kur ja kemi bërë zero taksat, zero të vëshën dhe zero të laken deri në Shqipërinë 2030. Nga ana tjetër, pa diskutim që ka ende gjëra për të bërë. Pa diskutim ka ende tabu për të thyer. Pa diskutim ne duhet të bëjmë ende më shumë që kthesa e filluar, sepse unë gjithë ta djem që vinë, kthehen nga Greqia dhe investojnë këtu, i konsideroj si dallandyshet që lajmërojnë një pranverë të madhe shqiptare. Por, na duhet akoma punë. Dhe kur thonë pse do mandat në 4, përgjigja më e thjeshtë është sepse ka akoma punë për të bërë. Ndërkohë që përtej këtyre dhe pa diskutim përtej veprave që do bëjmë, dua t'ju them se 11 maj është më shumë se sa për Gjirokastrën, më shumë se sa për Bashkitë e Qarkut, është më shumë se sa për të gjitha problemet që janë shumë të rëndësishme, por janë problemet e çdo palë zgjedhjesh. Çfarë do bësh më shumë për këtë, kush do bëj më shumë për atë, çfarë do bëhet më shumë aty, çfarë do bëhet më shumë atje. Ndërkohë që në këto zgjedhje, përtej këtyre ka diçka tjetër, diçka shumë më të madhe, diçka që nuk është më thjesht zgjedhja jonë që kemi drejt në votës sot. Është diçka që është në dorën tonë, është diçka që fati e desh të na vinte ne në dorë, por ama është diçka që me dorën tonë ne duhet ta bëjmë edhe për ata që janë monumente këtu në të shesh, edhe për ata para tyre, deri tek profeti i historisë tonë kombëtare Skënderbeu. Sepse ishte ai Gjergj Kastrioti që kur vuri barikadën këtu në Shqipëri, përcaktoi fatin tonë, bëri profecinë e madhe se ku është vendi dhe ku duhet ndërtuar shtëpia e shqiptarëve, jo në lindje, në perëndim, jo në Azi, në Europë. Dhe pas këtaj, historia jonë ishte shumë e ngatruar, shumë e dhimbshme, shumë e mundimshme. Rilindasit tanë dhanë edhe jetën për të mbrojtur gërmat e gjuhës shqipe. U bën bashkë për të na dhënë një alfabet dhe zgjodhën të na japin një alfabet latin, sepse vendi ynë është në Europë. Se ne jemi pjesë e kulturës europiane, se ne jemi një nga popujt më të vjetër të këtij kontinenti që jeton në zemër të Europës. Por ne jemi sot ende të huaj në Europë. Na e lanë me shkrim, dielli për ne lind andej nga perëndon. Dhe pastaj historia vazhdoi, shumë e vështirë, shumë e ngatruar. Shqiptarët u penguan dhe u ripenguan. Më shumë nga të mbrapshtit brenda vetes se sa nga armiqtë e tyre. Se çi kanë bërë shqiptarët e mbrapsht, këtij populli, këtij kombi, këtij vendi nuk ja bëjnë dot as armiqt më të egër. Dhe pastaj një popull i tërë doli në rrugë. Nuk kishte organizim si sot që ju jeni ftuar dhe ne këtu flasim. Doli në rrugë spontanisht, nuk i tha askush se çfarë thot. Ama çuditërisht ishte i vetmi popull që doli për të rrëzuar diktaturën që në shprehjen e parë vuri Europën, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Nuk e kanë bërë të tjerët. Ky është një amanet dhe sot na ka rënë ne që këtë amanet, në qoftë se e kuptojmë si duhet për masën e 11 majit, në qoftë se kuptojmë si duhet se çfarë do thot Shqipëria
antar e Bashkimit Evropian. Në qoftë se kuptojmë si duhet se çfarë është kjo pasaport, duhet që t'i kapërcejmë kufit e fushës të ndarë të luftës politike, duhet t'i kapërcejmë ngjyrat e fanellave partijake dhe duhet të votojmë të gjithë bashku për ata që na pararendën dhe për të gjithë fëmijët që nuk e kanë të drejtën e votës akoma, por që janë të parët përfitues të drejt për drejt të një vote që do të shkojë për shpresën e madhe të një Shqipërie të re në BE dhe jo për një politikan të pa shpresë në kënet. Dhe këtu përfitoj nga rasti, duke shpresuar, besuar që na shohin nga Greqia, t'ju them, jeni regjistruar për të votuar. Fatkeqësisht në Greqi u bë një mishmash, jo DL-ja, jo Spedeksi, jo Kodeksi, jo ku diun se çfarë. Por tani më mundësia është, dhe do t'ju lutesha të gjithë atyre që janë regjistruar, që të marrin zarfin, të marrin votën, të vendosin edhe ata për ta çuar në vend këtë amanet shekullor dhe për t'ju dhënë fëmijëve të tyre atje në Greqi dhe vetes tyre këtë pasaportën europiane, sepse unë besoj që shqiptarët e Greqisë janë ata që mund ta kuptojnë më mirë se të gjithë shqiptarët e Shqipërisë, se të gjithë shqiptarët e pjesës tjetër të Europës se çfarë do të thotë kjo pasaportë. Kjo nuk është një dokument tjetër udhëtimi që zëvendëson këtë që kemi dhe thjesht shkruan si për Bashkimin Evropian. Kjo nuk është thjesht që ne kur shkojmë në për aeroportet e BE-s apo futemi në për portet e BE-s të mos na nxjerrin anash si të huaj, si qytetar dorës dytë, për të filluar të na kontrollojnë ku po shkon, sa do rish, kush të pret, sa le ke me vete, dhe pastaj vjen pyetja të mërshme, ti akoma s'ke hyrë, kur do ikësh, sepse je i huaj. Kjo është shumë më tepër se sa kaq. Dhe u them atyre që janë në Greqi, shumica e të cilëve të gjeneratës kur u nis në vitin e ndryshimit të madh dhe u nis pa rroba në trup thuajse, që sot jeton me ankthin e njojës pensionit. A do t'i njihet sakrifica e të mërshme e gjitha atyre viteve apo jo? A do marrin pension sepse ka punuar, kanë mbajtur në këmbë ekonominë e Greqisë? Pa shqiptarët, e thon grekët vet, pa shqiptarët punëtor që nuk jinin orë dhe mbi të cilët mund ushtroi shumë më tepër presion se sa mbi grekët, nuk do ndodhte kurrë i suksesi i lojrave olimpike apo jo. Dhe tani është koha për të parë gjithë këto lot, gjithë kjo djersë, gjithë ky gjak, gjithë kjo ndarje të mërshme me vendin ame dhe me shtëpinë ku ke lindur, a do kthehet në një pension të njohur. Njohja e pensioneve për një vend të huaj, siç jemi ne, me një vend të BE-s, siç janë ata, bëhet me negociata, bëhet me marrëveshje. Ne kemi bërë 22 marrëveshje, mbyllëm dhe atë me Italinë më në fund, që ishte e parafundit për nga vështirësia. Kjo me Greqinë është më e vështira. Ne kemi filluar negociatat. Kemi një marrëdhënie shumë pozitive me qeverinë greke. Por ama nuk e dim sa kohë mund të marrin. Mund të marrin vite e vite të tëra. Po e dini çfarë? Nëse ne mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian në 2027, sikundër na e kanë thënë dhe na kanë vënë ata në tavolinë. Dhe nëse Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade, dhe duke u bërë antare e Bashkimit Evropian, Shqipëria të tërë shqiptarët dhe shqiptarët kudo ku janë marrin këtë pasaport, kjo pasaport në Greqi bën njohjen automatike të pensioneve.
Ndryshojmë tani temën e diskutimit. Është folur shumë për rivitalizimin e industrisë së prodhimit të armëve në vend. Do të riaktivizohet ajo pjesë e sektorit të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila merret me prodhimin e armëve dhe municioneve. Një propozim i cili po përmendet shumë edhe nga vetë kryeministri Rama gjatë kësaj fushate zgjedhore. Ai ka përmendur madje jo vetëm rijetëzimin e shumë aseteve si kombinati mekanik i Poliçanit, lëndët plasëse në Mjekës, uzina e Rubikut, ajo mekanike në Gramsh, si dhe autotraktorët në Tirana, po kantieri ndërtimit anive në Pasha Liman. Cila është strategjia e Ministrisë së Mbrojtjes dhe sigurisht qeverisë Rama, cilat janë përfitimet për shqiptarët nëse ndodh ky plan dhe përfitimet në fushën e sigurisë gjithashtu? E flasim këtë me bashkëthemeluesin dhe drejtuesin e Skytech, Arbi Bamllari, bashkohet me mua në studio. Faleminderit që jeni këtu, Arbi. Përshëndetje. A kemi kushtet gati për ta nisur këtë industri ashtu si duhet? Mendoj që po. Mendoj që Shqipëria është përgatitur dhe është në fazat përgatitore që të prodhojë tashmë. Domethënë, vetë ne si kompani, por edhe iniciativat të tjera, po shkojnë drejt këtij drejtimi që ne të jemi të gatshëm për të prodhuar edhe për mbrojtjen tonë. Mendoj që është shumë e rëndësishme. A jeni bashkëpunues në një proces apo jeni të ndarë në kategori se çfarë prodhon një kompani dhe çfarë prodhon tjetra? Për momentin ne jemi të fokusuar normalisht edhe si kompani me pjesën e prodhimit të dronëve. Dhe mendoj që kjo do jetë fokusi kryesor joni si kompani, por patjetër që në bazë të edhe të nevojave që mbrojtja apo ushtria apo Ministria e Mbrojtjes do ketë, patjetër që mund të hapim dhe diskutime të tjera. Pasi duke qenë me teknologjinë, mendoj që është në hyrje të çdo industrie. Kush është arma më e rrezikshme sot që flasim? Po le ta themi kështu, lufta në Ukrainë ndryshoi çdo gjë. Leti cilësojmë ndonjëherë dronët si alternativa e plumbave që kanë qenë në aso kohë. Pavarësisht që kjo përdoret për qëllime mbrojtje kryesisht, dhe për treguar që edhe ushtria jon ka kapacitetet që nesër pas nesër të jetë e gatshme. Ndaj dhe ne jemi shumë të gatshëm që ta nisim këtë gjë. Me kë do operoni, Arbi? Po fillimisht, normalisht, ne duam të bashkëpunojmë me qeverinë, sepse institucionet kryesore dhe vetë duke nisur me vendin tonë, mendoj që është faza më e rëndësishme. Dhe normalisht që ideja jonë edhe si entitet privat është që të eksportojmë edhe pjesë të dronëve tonë jashtë, normalisht. E drejt, por tek ata që do merren me prodhimin, jo projektimin flas, jemi shqiptar apo ka të huaj që vinë nga jashtë të punojnë për kompaninë? Atëherë, ne për momentin jemi komplet entitet shqiptar. Të gjithë pjesa e stafit, drejtues, inxhinier, e të tjerë jemi shqiptar. Dhe vetë financimi jonë është i bazuar në Shqipëri dhe ne duam të shkojmë në atë rrugë, ndaj po kemi për disa takime edhe me pjesë, edhe me institucionet, edhe me ministrit, që ne të mund ta krijojmë këtë gjë këtu në Shqipëri. Absolutisht ka pasur dhe interesat tuaja nga kompania amerikane, nga kompania angleze, nga disa që janë edhe lider në botë, siç patën dhe bashkëpunimin Elbit Systems së fundmi me Ministrinë e Mbrojtjes, po kështu ka qenë me ne në kontakt dhe kompani si Leonardo, Base Systems e të tjerë, por edhe kompani të tjera izraelite që turke gjithashtu që kanë dashur, kanë shprehur dëshirën dhe shikojnë Shqipërinë si një potencial dhe një vend edhe strategjik për të krijuar edhe operacionet e tyre. Çfarë u ofrojmë ne atyre që kanë kaq interes? Unë mendoj që në disa fronte, përveç se strategjikisht pozicioni gjeografik i Shqipërisë, aleanca e Shqipërisë që është pjesëtare e NATO-s është shumë e rëndësishme dhe potenciali i saj për të qenë vend i Bashkimit Evropian, por edhe aleanca sidomos me vendet e Perëndimit, sidomos me Amerikën në luftën që po ndodh mes Amerikës dhe Kinës. Mendoj që këto faktorë na pozicionojnë në mënyrë favorizuese. Përveç kësaj, ne kemi dhe kapacitetet duke qenë një vend i vogël që të jemi më të zhdërvjellet ose fleksibël në mënyrën se si mund të prodhojmë. Kemi kapacitete edhe pse në numra të vegjël kemi skillsetet e dura edhe që mund ta çojmë në atë pikën që ne duhet. Mendoj që jemi fiks në momentin e dur, si disa nga vendet balltike, le ta marr si shembull, që e gjetë momentin ideal për ta zhvilluar teknologjinë dhe për ta çuar aty ku ato sot kanë arritur. Synimi është që ne të jemi një vend asemblimi apo prodhimi nga 0 në 100? Prodhimi. Pra, ne shkojmë direkt në prodhim. Direkt jo, por hap pas hapi, mendoj që duhet ndjekur një strategji e caktuar për këtë gjë, njësoj siç edhe për prodhimin e dronëve ka një dizajn, ka një proces, pra që nga fjesa e dizenjimit dhe mendoj që fillimisht Shqipëria të jetë pjesë me kapacitetet tona të prodhuese, pjesë e zinxhirit të furnizimit për shembull të krijimit të dronëve, të krijimit të armëve e të tjerë. Dhe patjetër duke mësuar njësoj rasti më i ngjashëm dhe shumë i njohur është Kina, që në fillim kopjonte shumë nga teknologjitë botërore, por tashmë është
përpara madje. Industri e vërtet me logot e saj. Dhe unë mendoj që nesër pas nesër me zhvillimin aq të shpejtë të teknologjisë, kjo kohë do shkurtohet. Nëse më parë është dashur një dekadë, sot mund të jetë 2-3 vite në të cilën ne mund të asimilojmë ekspertizë, të cilën mund ta përkthejmë në prodhim brëndas që edhe mund ta patentojmë. E qartë, kur të shkojmë te patenta, do të thotë që ky produkt do ketë një emër shqiptar dhe në një ndërkombëtarisht, apo mos ka më shumë interes që të punojmë për një kompani që ka tregun e gatshëm? Eksakt, pra të dyja. Unë mendoj që kjo e dyta e fundit që përmendet është hapi fillestar dhe lidhja me kompanitë të mëdha, njësoj siç edhe qeveri dhe institucionet duan të tërheqin fondet të huaja këtu, pra që të futemi në atë qasjen e prodhimit dhe më pas idealisht të krijojmë produkte made in Albania, sepse kapaciteti është. Ka edhe vende të ngjashme të rajonit, siç prodhon Serbia, siç prodhon Rumania e të tjerë. Ne mendoj që e kemi ngadalë tashmë dhe kushtet janë të favorshme. Si një ushtri e NATO-s, kjo e jona, pavarësisht se modeste, ka interes për dron? Patjetër që ka interes. Çdo ushtri duhet të sot ku furnizohemi ne? Po për momentin shumica municioneve, e armatimeve që janë marrë, e dronëve që janë marrë, për shembull kanë qenë nga vende aleate si Turqia e të tjerë, Izraeli që ka shprehur interes, Amerika që kanë qenë disa dhurata, disa blerje modeste, por unë mendoj që duhet të jenë të prodhuara në vendin tonë. Dhe kjo jo vetëm për arsye sigurie, por edhe sepse po e përmend pak shpesh pjesën e kapacitetit. Po ja mund të jap një shembull shumë të thjeshtë. Vetëm ne si kompani e vogël ose startup që tashmë po dalim nga faza startup, mund të kemi kapacitet të prodhojmë 3.000 deri në 5.000 dronë. 5.000 dronë? Po, në mënyrë dronë ata që quhen FPV kamikaze drones, që janë për sulme normalisht për kushte mbrojtje. Patjetër edhe dronë më të avancuar të survejancës, dronë që mbajnë pesha e të tjerë. Interesante. Kur përmendi stafin 100% shqiptar, ka pas kosto trajnimi i tyre? Absolutisht, dhe vazhdon të ketë kosto të cilat ne po i suportojmë vetë në këtë moment, dhe ndaj në një farë mënyrë bëjmë edhe një thirrje që të kemi një bashkëpunim, pra siç është krijuar Kajo, që mendojmë drejt asaj rruge, siç kemi pasur edhe disa takime frutdhënëse le të themi me Ministrinë e Mbrojtjes, që të shkojmë në atë hap pozitiv, që ne të konkretizojmë këto hapa që janë marrë. Flasim për një industri të rëndë, kjo e armatimeve. A duhen shumë vite që ne të shkojmë tek qëllimi final, pra një logo shqiptare që konkurron e barabartë mes të gjitha atyre të huaja? Jo, nuk e mendoj kështu. Nuk e mendoj kështu sepse ne kemi pasur disa arritje edhe si një kompani e vogël, ndoshta në mënyrë modeste, që të jemi pjesë edhe hardës për shembull globale të prodhuesve të dronëve, edhe pse ne në thelb kemi krijuar vetëm 2-3 dronë dhe disa prototipe, të cilat ne jemi shumë krenar. Por kjo është një testament që ne mund të arrijmë dhe në hapa më të mëdhenj. Rrugtimi i shumë kompanive të ngjashme nëpër Europë ka pasur të njëjtat zana si ne dhe mendoj që mund ta arrijmë në një afat shkurtër, në një kohë më afat shkurtër këtë gjë. Pra, le të flasim në 1 deri në 2 vjet për shembull, ne mund të bëjmë një progres shumë të madh. Në 2 vjet, pra do të thotë është një kohë e shkurtër për realizuar aty ku ne duam një qëllim kaq galopant për historinë. Sot përmendet Kajon pak më herët, një firmë tjetër, një kompani tjetër që aderon pranë ministrisë. Ju intereson më shumë të jeni e lidhur me të apo të operoni si më vete, thjesht në formë bashkëpunimi? Shiko, ne jemi normalisht si entitet ose kompani private, gjithë një biznesi do të shikojë dhe interesat e tij, por ne na intereson ta shikojmë këtë gjë pak në një shkallë më makro, pra në një shkallë që të kemi dhe një impakt për vendin tonë. Pra, patjetër jemi shumë të hapur që të kemi bashkëpunim direkt me Kajon, që të kemi edhe facilitetet që ata ofrojnë, sepse një partneritet duke bashkuar forcat pra në një vend të vogël, mendoj që mund të jemi shumë të prezantueshëm edhe në syrin e botës. Interesante, shumë shkurt edhe pastër. Faleminderit Arbi Bamllari që ishit këtu për të gjitha detajet. Faleminderit juve që na ndoqët në këto 2 orë transmetimi. Ju kujtoj ditari nga Erion Dushi në YouTube për të gjitha intervistat që nuk i ndoqët në kohë reale, a2cnn.com për të gjitha zhvillimet, ndërkohë që ne takohemi sërish nesër në mesditë. Mirupafshim.